Ky është Bregdeti i Likmetajt. Dikur frekuentoi së tepërmi nga pushues që vinin më së shumti nga Tirana, Durrësi e Gruaja, por sot plazhi është i shkret për shkak të ndotjes së jashtëzakonshme. Pamjet nuk kanë nevojë për koment për të përshkruar gjendjen e mjerueshme të plazhit. Ndotja e lartë kryesisht ka ardhur nga lumi i ishëm, që sjell me vete mbetje të pafundme e që më pas përhape në të gjithë zonën e plazhit, duke larguar kështu edhe pushuesit më besnik nga Bregdeti i Likmetajt, i cili ndodhet në skajin më verior të rrethit të Durrësit. Është një masakër midisore. Dhe këtë masakër e ka sjell lumi i ishmit, i cili vjen nga Tirana dhe sjell kretë mbretërinat e qytetit të Tiranës dhe të fushkruajsh e zona përreth. Fatkeqësia e kësaj zone është derdhja e lumit të ishmit, i cili u deviju padrejtisht në vitin 1994. Derdhja e lumit të ishmit dhe lumi i ishëm për shkak të papastërtive shumta që sjell nga Tirana e ka kthyer këtë plazh në mënyrë të padiskutueshme, pa përdorshëm për plazhistat. Ndotja e akumuluar prej më shumë se 10 vitesh ka shkatëruar tërësisht plazhin, duke e kthyer zonën në një plagë mjedisore. Bashkë me mbetjet urbane, lumi sjell me vete edhe mbetjet kimike, të cilat kanë shfarosur pothuajse të gjitha qenjit e gjalla, jo vetëm të lumit, por edhe të një sipërfaqe të madhe të detit, rreth zonës ku derdhet lumi.